Një pjesë e fermerëve të fshatrave Radostin dhe Çlirim në njësitë administrative Dërmënas dhe Qendër Afrimiri po përballen me mungesën e ujit për vaditjen e kulturave bujqësore. Kanali kullues i Radostinës, i cili shërben edhe për ujitjen e tokave bujqësore të këtyre dy fshatrave, është pastruar vetëm në segmentin që përshkon fshatin Radostin. Në pjesën tjetër të gjatësisë së tij, kanali mbetet i papastruar nga barërat dhe mbetjet, duke e bërë atë jo funksional për një pjesë të konsiderueshme të fermerëve. Sipas banorëve, kanali nuk arrin të furnizojë me ujë rrjetin e kanaleve dytësore që shpërndajnë ujë në parcelat bujqësore. Përpasoj, sipas tyre, kulturat e Mistrit po vuajnë mungesën e ujit dhe në disa zona ka nisur të thahen. Gjithashtu një pjesë e kanaleve ujitse janë mbushur me dhera dhe papastërti, duke humbur funksionin e tyre. Këto janë sistemet e kullimit që në kot. I kemi kthyer, i kemi privatizuar, dikush derdh banjon, dikush ujin të bardha, të zeza bashk. Kjo lagje këtej mas ta nuk e di, vazhdisje pas vazhdisje. Unë ka kanali, por nuk ka ardhur në përbaç, në për tokat. Pse s'ka ardhur? Po s'ka ardhur një herë bllokon tubët, një herë zvi kanali. Fermerët shprehen për televizionin Apollon se megjithëse paguajnë rregullisht taksën e tokës bujqësore, në disa raste këto të ardhura nuk janë reflektuar në investime konkrete për sistemin e ujitjes së kullimit. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga pushteti vendor për pastrimin dhe rikthimin në funksion të plotë të rrjetit ujitës, me qëllim shmangjen e dëmtimit të kulturave bujqësore nga thatësira. Në të kundërt, ata paralajmërojnë se do të përballen me humbje të mëdha ekonomike dhe rrezik falimentimi. Pa ujë kemi tokat, u thanë ministrat për ujë. Në kulmin e sezonit bujqësor, kur kulturat kanë më shumë nevojë për ujë, fermerët e Radostinës dhe Çlirimit thonë se nuk kërkojnë premtime nga pushteti lokal, por zgjidhje konkrete. Çdo ditë vonesa në rihabilitimin e sistemit ujitës përkthehet në prodhim të humbur dhe të ardhura më pak për familjet që jetojnë nga bujqësia. Ajo kote, hajta mbyllim.